Tërshëra është një nga drithërat më të njohura dhe më të diskutuara në botë për sa i përket shëndetit. Për t'ju përgjigjur shkurt pyetjes nëse duhet ta përdorim tërshërën apo jo, absolutisht duhet ta përdorim, pasi për shumicën dërmuese të njerëzve, përfitimet të i kalojnë masivisht disavantazhet e vogla. Megjithatë, si çdo ushqim tjetër, ajo ka anët e saj pozitive dhe disa të këqija që varen nga mënyra se si përgatitet ose nga organizmi i secilit. Të mirat dhe përfitimet kryesore: e pasur me fibra të shkëlqyera, beta-glukan. Tërshëra përmban një lloj fibre të tretshme të quajtur beta-glukan. Kjo fibër krijon një xhel në sistemin tretës që ndihmon në uljen e kolesterolit të keq LDL dhe mbron zemrën. Rregullon sheqerin e gjak. Për shkak të fibrave dhe karbohidrateve komplekse, tërshëra, sidomos ajo e plotë ose e shtypur, jo ajo me aromë të gatshme, zbërthehet ngadalë. Kjo parandalon rritjen e menjëhershme të insulinës dhe mban energjinë të qëndrueshme. Ndihmon në rënien nga pesha. Tërshëra të ngop shumë shpejt dhe për një kohë të gjatë. Kjo ul dëshirën për të ngrënë rregullisht apo për të konsumuar ëmbëlsira gjatë ditës. Përmirëson tretjen. Ajo shërben si një fshes për zorët, duke ndihmuar kundër kapsllëkut dhe duke ushqyer bakteret e mira në stomak. Ka efekt prebiotik. Të këqijat e tërshërës. Çfarë duhet pasur parasysh? Tërshëra në vetvete nuk është e dëmshme, por ka disa raste apo mënyra përdorimi që mund të krijojnë shqetësime. Fryrje dhe gazra në fillim. Nëse trupi juaj nuk është mësuar me shumë fibra dhe ju filloni të hani sasi të mëdha tërshëre papritur, mund të keni fryrje barku ose gazra. Kjo kalon sapo sistemi tretës të përshtatet. Acid fitik, bllokimi i mineraleve. Tërshëra përmban acid fitik, i cili mund të pengojë disi përthithjen e hekurit të zinkut nga trupi. Kjo zgjidhet lehtë nëse e lini tërshërën në ujë ose qumësh disa orë para se ta konsumoni. Kurthi i tërshërës së gatshme. Paketat e vogla me tërshërë të gatshme që kanë shije, molle, kanelle apo çokollat janë të mbushura me sheqer të shtuar. Kjo lloj tërshëre humb vlerat dhe rrit sheqerin e gjak, njësoj si një ëmbëlsirë. Kontaminimi me gluten. Tërshëra natyrale nuk ka gluten, por shpesh përpunohet në fabrikat ku përpunohet gruri. Nëse vuani nga celiacizmi, alergjitë e rënda nga gluteni, duhet të blini vetëm tërshërë që ka etiketën gluten free. A duhet ta përdorim apo jo? Po, duhet ta përdorim. Është një nga mënyrat më ekonomike, më të shpejta dhe më të shëndetshme për të nisur ditën. Zgjedhim llojin e duhur. Blejmë një tërshërë të thjeshtë dhe jo ato me përzierje të gatshme e me sheqer. E ëmbëlsojmë vetë. Për shije i shtojmë mjalt, kanell, fruta të freskëta ose fruta të thata. E lëm të zbutet. Nëse keni stomak të ndjeshëm, gatuajeni pak ose lëreni të qëndrojë në qumësht apo kos gjatë natës në frigorifer. Kjo e bën shumë më të lehtë për t'u tretur.